ata së pari duhen të mbrojnë, ata janë Irena, ata kanë ftyrën, moralin, karakterin e Irenës dhe duhen të mbrojnë vendimet e Irenës, delinkuente me 3 vepra penale në detyrë. Me 3 vepra penale në detyrë. Nga ana tjetër, me këtë vendim i kanë çelë rrugën mbështetjes për Lubin dhe ministrat të cilët mund dënohen për krime monstruoze dhe korrupsion. Pra, e kuptoni ju që në pamjet parë duke se këthot mund thoni kanë bërë drejtësi. Në të vërtet janë të reguar një seksion politik i partisë së krimit ashtu si që janë, të turpshëm. Një vendim i cili ka dhe sot pasojat e tij tek individi ndaj i cilit është marrë një masë antikushtetuese. Nuk e shfuqizojnë për të mbrojtur nderin e Irena Gjoks në fakt të vetës tyre se janë Irena. Se vërtet Irena ka dosjen me 3 vepra penale, por nuk e ka më të vogël. Asaj hajduti Don Juan i gjykatës e tjerë. Pengje të turpshme që japin vendime të tilla. Vendime krejtësisht mbi baza ideologjike. Besoj se e sqarova. Zoti Berisha, Osman Stafa, News 24. Ditën e hënë nis për vitin 2026 edhe seanca e parë plenare. Cila do të jetë marrëdhënia e Partisë Demokratike me Kuvendin e Shqipërisë? Sa kohë keni lajmëruar një protestë të cilën e konsideroni reagim të qytetarëve ndaj qeverisë kryeministrit Rama? De facto, parlamenti është i sekuestruar, është i aneksuar nga organizata kriminale e Edi Ramës. Parlamenti është totalisht i aneksuar. Ne, se çfarë do bëjmë, do vendosim, por fakti është ky që i them unë. Në qoftë se shkojmë për ta demaskuar, sepse Edi Rama a mund shkohet kur në kundërshtim me kushtetutën rregulloren mbrohet Lubi Balluku. A e kupton ti, Osman, që të gjithë ata që hynë në atë parlament nga partia e krimit, tani mund të thonë një zëri se jemi të gjithë Lubi. Jemi Lubi. Dhe janë shumicë e atyre, po jo të gjithë. Zoti Berisha, në pranverë pritet që në Partinë Demokratike të mbahen zgjedhje. Juve vetë e shpallni kandidaturën për kreun e Partisë Demokratike dhe nëse se njëri prej ndoshta rivalëve tuaj, një kandidat tjetër do të ishte Ervin Saliani, ju e konsideroni të përjashtuar, por a do pranonte Partia Demokratike kandidaturën e tij, ju do të kandidonit me të? Nuk jam këtu për atë çështje i vetë përjashtuar. Lexon Nenin 24, është i vetë përjashtuar. Ja fali vetën atyre bëri zgjidhjen e vet.